Mishë dashur të ora 24.tv, përshëndetje. Jemi edhe në një podium në ora 24.tv dhe almakos.com, ku kësaj radhe fokusin do ta kemi tek zhvillimet më të fundit në Kosovë. Të gjithë e dim se tani më Kosova nuk arriti që të zgjedhë president dhe po ashtu është me kuvend të shpërndar, që do të thotë se së shpejti do të ketë zgjedhje të reja të përgjithshme pra parlamentare në Kosovë dhe do duhet sipas të gjitha gjasat të zgjidhet përbërja e re parlamentare, cila do të vendosë se kush do të jetë kryeministri dhe qeveria që do ta udhëheq, por edhe presidenti i shtetit. Për këtë kam nderin që të kem në studio deputetin e vetvendosis dhe antarin e kryesisë qendrore të kësaj partie, pra Vigan Qerolli. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në studio. Mirë se u gjej, zoti Mefail, faleminderit për ftesën. Kënaqësi të jam shkup me juve. Njëherë faleminderit juve që gjetët kohë dhe ju maltretuan ndoshta edhe këtë kohë pak me shi. Do të flasim për zhvillimet më të fundit. Sot pritet që ushtruesja e detyrës pra kryetare e kuvendit zonja Albulina Axhiu do të mbajë edhe takim me partitë politike dhe të vendosin për datën e zgjedhjeve. Mirë, po dua, pavarësisht se shqiptarët e Maqedonisë ndjekin shumë nga afër zhvillimet në Kosovë, megjithatë dua ta bëjmë një rezime. Çfarë në realitet sipas jush ndodh në Kosovë? Faleminderit edhe njerë për mundësinë, kënaqësi të jem sot në studio tuaja dhe të jem në Shkup para së gjithash. Atëherë kronologjikisht duhet të themi që plebishiti 28 dhjetorit i zgjedhjeve të cilat lëvizja vetëvendosje u legjitimua me 51.1% që përkthehet në 57 mandate dhe 66 si mazhorancë totale me pakicat jo serbe, na mundsuan që për herë të parë në Republikën e Kosovës të kemi një mazhorancë solide që të formojmë qeverinë e Republikës së Kosovës dhe kësaj të vijmë në një situatë që opozita e tëra e bërë blok, bashkaresht PDK, LDK, AK, për përfshirë këtu edhe listën serbe, menduan që nuk t'i japin Kosovës një president i cili do t'i mundsonte lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministrit Albin Kurti të qeverisi vetëm për 4 vitet e ardhshme, sepse ne plani për të fituar 51% do të realizojmë një qeverisë shumë efikase, por edhe një qeveri e cila do të realizonte premtimet e saja elektorale për cilën edhe u votua masivisht nga qytetarët e Republikës Kosovës. Dhe tashmë ne ishim në një situatë kur me 5 prill do t'i kalonte mandati ish presidentës Osmani, dhe nga 5 prilli ne jemi me ushtruesën e detyrës së presidentës, sepse sipas kushtetutës, në rast mungesës së presidentit, jo më shumë se 6 muaj, detyrën e presidentit e merr kryetari i kuvendit në detyrë, në këtë rast kryetaria zonja Albulina Axhiu. Dhe kishim një vakum pas konstituimit kuvendit dhe votimit të qeverisë në mbrëmjen e 11 shkurtit, ne arritëm në pikën që të vija afati për zgjedhjen e presidentit të Republikës dhe filloi intensivisht kryeministri Kurti të negociojë, sepse për zgjedhjen e presidentit të Republikës Kosovës, sipas kushtetutës, por më pas disa interpretimeve të gjykatës tonë kushtetuese, e cila duhet thënë për shikuesit tuaj që aktivizohet shumë shpesh në Republikën e Kosovës, sidomos nga opozita, dhe çdo vendim i qeverisë Kurti zakonisht dhe i kuvendit Kosovës nga mazhoranca vetëvendosjes sa takohen gjykatën kushtetuese, dhe gjykata kushtetuese nga viti 2011, po vejmësisht edhe vitin e kaluar, siç është pa në vitin 2025, kishte sjell 3 aktgjykime për rastin e konstituimit kuvendit, ka thënë tradicionalisht që për votimin e presidentit në quorum duhet marrin pjesë 80 deputet. Mazhoranca jon i kishte 66, domethënë ne 57 plus 9 nga pakicat jo serbe, minoritetet jo serbe në Kosovë, dhe kësaj ne nuk e plotësonim këtë censusin e 80 votave, dhe kryeministri Kurti ka bërë oferta konkrete Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike që të negociohet për punën e presidentit. Dhe këto negociata janë bërë asisoj që janë ofruar kompromise politike, por duhet thënë që në asnjë rast lëvizja vetëvendosje për ndryshim nga partitë e ish regjimit të vjetër të cilat bëjnë pazare dhe jepnin terminale doganore, jepnin ambasador, jepnin para, jepnin pozita të larta publike, kryeministri Kurti nuk është dhe nuk bën veprime të tilla, por ofron kompromise politike. Kompromisi ynë politik me Lidhjen Demokratike ishte që ta ftojmë në bashkëqeverisje, ndonse duhet thënë që ne nuk kishim nevojë për ta, sepse i kemi mazhorancën e 66 deputetëve,
por i ofroi 4 ministri dhe postën e zëvendës kryeministrit parë dhe të drejtën e propozimit të presidentit. Kjo ishte oferta e parë. Po kushti i vetëvendosjes ishte që presidentit mos jetë nga radhët e partisë së tyre për të nxjerrë një president neutral, alternativisht i jepej kryetari i kuvendit, sepse konvencioni i tyre ishte që mos lejohet vetëvendosja të ketë 3 pozita shtetërore. Ne i tha merreni kryetarin e kuvendit, tha nuk po duam sepse mazhorancën e ka. Ne bile pak si me shaka thonin vetëm t'ju japëm edhe deputet sepse nuk mund ne ta humbim mazhorancën cilën në plebiscit me 28 vjetor. Pse për vetëvendosjen, të paktën mendoj që qytetarët duhet ta kenë një ide ose një informacion më konkret. Pse për vetëvendosjen është shumë më rëndësi, për shembull, në këtë fazë, duke parë nga perspektiva aktuale, presidenti i shtetit se sa kryetari i kuvendit ose zëvendës kryeministrat dhe kështu me radhë, kur e dim që ka mbështetje prej popullit që ketë udhëheqje plot me qeverisjen, me pushtetin qendror. Po prandaj pikërisht tu qëndron themeli i gjuhës politike e cila lidhet me një kompromis dhe me një konsensus për të arritur me partitë opozitare, të cilat kanë shumë më pak vota dhe shumë më pak deputet. Edhe PDK, edhe LDK bashk i bëjnë gjithsej 37 deputet, ndërkohë që ne i kemi 57. Tu përfshi edhe Aleancën për Adhmërinë e Kosovës, cila ka plus 6, të cilët bëjnë 44 deputet në total, ndërkohë që ne i kemi 57. Domthon atë çka s'ua ka dhënë sovrani, ne nuk mund t'u japim. Është pak a shumë se ajo. Po për në këtë rast, pse duhet dhe në këtë rast. Dhe ne u ofruam PDK-s kryetarin e kuvendit, ndërkohë që LDK-s i ofruam me marrëveshje për bashkëqeverisje, dhe ndërkohë që ne vetëm në natën e fundit, kur ishte midis 5 dhe 6 marsit, ne i ofruam njeriun e dytë më të votuar në Republikën e Kosovës, që është zoti Glau Konjufsa me 320.000, afërsisht 320.000 vota, që të bëhet president. Sepse ata, opozita, nuk ka pas asnjëherë vrejtje kundër zotit Konjufsa, sekretari i kuvendit, qoftë si ministër, sepse është një personalitet i tillë unifikues, ndërkohë që vrejtjet mlefin dhe urrejtjen që e kanë ndaj zotit Kurti i te kalon kufit e normales. Dhe në këtë rast, ata nuk e pranuan, thënë, duam një president konsensual. Vetëm në mbrëmjen e 5 marsit ne e vendosëm zotin Konjufsa si kandidat. E refuzuan. Rasti shkojnë kushtetuese, u vonua 2 javë dhe ne u kthyem punën, sepse ish presidenti ja shpërndau në mënyrë jo kushtetuese Kuvendin e Republikës Kosovës, të cilin veprem ose dekret e kundërshtoi gjykata kushtetuese dhe e shpalli jo kushtetues. Ne u kthyem punës Kuvendit, kishim edhe 34 ditë, zoti Kurti filloi intensivisht negociatat me këto 2 parti dhe ju ofroi konsensus politik. Nuk e deshën deri në mbrëmjen e 28 prillit, kur zoti Kurti, mazhoranca e lëvizjes vetëvendosje, propozoi zonjën Feride Rushiti për presidente konsensuale, e cila është një grua që i plotësonte një person, do të them, që i plotësonte standardet më së miri në Republikën e Kosovës për qenë presidente, sepse ajo është edhe nominuar për çmimin Nobel të Paqes, një doktoresh me reputacion të lartë edhe vendor për edhe ndërkombëtar, e cila merret që 27 vite intensivisht me të mbijetuarit e luftës së fundit, me familjet e tyre, me viktimat e dhunës seksuale, dhe ka marrë çmime prestigjioze nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe çmime tjera prestigjioze ndërkombëtare. Por edhe vitin e kaluar ka qenë zyrtarisht e nominuar për çmimin Nobel të Paqes. Nuk e deshën as zonja Rushiti dhe thanë duam për vete. Zoti Kurti në negociata u ofronte edhe njerëz të cilët i kanë qenë të lidhur ose janë afirmativisht të lidhur me lidhjen demokratike të Kosovës, ndërkohë që, siç e dini, konsensusin e vetëm automatik që e prodhonte ishte familja Jashari, dhe profesor Murat Jashari u deklarua publikisht që nuk don të jetë presidenti i Kosovës, dhe kësaj ne u detyruam të përdorim planin BC dhe i cili nuk i bindi në asnjë rast. Madje në negociata, zoti Kurti u ka ofruar edhe ish ministra të lidhjes demokratike të Kosovës, të cilët do të mund të ishin president të Republikës së Kosovës. Ata i dhanë nënshkrimet, por nuk të reguan kush është kandidati. Vetëm në mbrëmjen e 28 prilli, ata dolën publikisht dhe thanë kemi nënshkrimet me një datë tjetër, por pa emër. Partia Demokratike i jepte votat, thoshte, ne duam presidentin për veti, kur hyrin në negociata zoti kryeministër, zoti Kurti me ta, ata thanë, ne nuk ua tregoj me emnin.
Nuk dua më. Pse mbaj një fshehur emrin, edhe pse nuk ma dha përgjigjen konkrete, por t'ju pyes edhe një herë konkretisht, mirë po paraprakisht. Pse nuk e tregonin emrin ose a ishte me të vërtetë opozita, duke pas parasysh këtu, kur flas për opozitën prej tek LDK-ja, PDK-ja, AK-ja, gjithë tjerët, për Vjosa Osmani si kandidate e tyre? Duke qenë se historia politike e zonjës Osmani është e bresht me lidhjen demokratike të Kosovës, madje ishte përzën. Nuk ju kishte lejuar të hynte në konventën e lidhjes demokratike të Kosovës, lidhja demokratike e Kosovës në këtë rast ishte e përçam për zonjën Osmani. Vetëm fund e përdori mish për top, siç thuhet në mënyrë popullore, zonjën Osmani si karrem elektoral e cila u vu në natën e 5 marsit me një dekret antikushtetues edhe kundër zotit Kurti, dhe më pas ajo tentoi ta rilind vetën politikisht përmes ish-partisë së saj lidhjes demokratike, nga e cila doli me shumë probleme në vitin 2020 dhe themeloi listën e saj Guxo. Dhe ajo u bë presidente në vitin 2020 vetëm fal kryeministrit Kurti me një plebiscit gjithashtu që kishte 50% të votave. Ndërkohë që në vitin 2026 zonja Osmani bëri disa hapa të gabuar politik, bëri disa hapa të gabuar gjithashtu edhe kushtetues, dhe më pas u sankcionua nga gjykata kushtetuese, sepse u vlerësua që dekreti saj për shpërndarjen e kuvendit ishte në maraz, siç thuhet, në një natë dhe në një mlef politik, sepse ajo tentonte me çdo kusht ta merrte. Ndërkohë që ajo i kishte 66 votat e lëvizjes vetëvendosje, por nuk i kishte votat e lidhjes demokratike. Vetëm parmbrëm, lidhja demokratike në mënyrë krejtësisht jo fisnike i bëri para mediave publike në shkrimet e saj, sepse duhet thënë për konvencionin tonë kushtetues, një kandidat për president duhet i ketë 30 nënshkrime. As Partia Demokratike e as Lidhja Demokratike nuk e plotësojnë kushtin për ta nominuar de jure një kandidat. Ne u afruam nënshkrime. 30 nënshkrime bashkë? Jo, nuk i ka, po s'bëhen bashkë ata. Ata bëhen bashkë veç për ta luftu kryeministrin Kurti, po për ta nominu një kandidat jo politik nuk i kanë nënshkrimet. Se 10 deputet të lëvizjes vetëvendosje kanë më shumë vota se sa vetë kryetari PDK-s Hamza dhe kryetari i LDK-s Abdulxhiku. Nëse Vjosa Osmani, dhe të përjupjes direkt, nëse zonja Osmani do t'ishte kandidate që do të mbështeteshte nga vetëvendosja, do ta kishte mbështetjen e LDK-s dhe PDK-s dhe partive tjera AK-s kush kanë deputet, në qoftë se do t'ishin rrethana normale, duke u nisur edhe nga perspektiva se si vepruan këtë periudhën e këtë vakumin kohor derisa ishte kjo mosmarrëveshje. Një qëndrim të shkurt, si mendon? Ne propozuam zotin Konjufca vetëm si alternativë dhe u tham, kryeministri Kurti u tha vehemësisht që ne u afrojmë nënshkrimet juve për ta nominuar, qoftë zonjën Osmani, qoftë këdo ju. Ata nuk i kishin nënshkrimet. Thash 30 nënshkrime me kushtetu duhet për të nominu një kandidat për president, PDK i ka 22 nënshkrime që se plotëson kushtin, ndërkohë që Lidhja Demokratike e ka vetëm gjysmën e nënshkrimeve. Ne u afronim edhe 15, sepse një deputet mund nënshkruaj vetëm një për një kandidat. 120 deputet i ka Kuvendi i Kosovës, mund të jenë maksimalisht 4 kandidat për president. Për ta bërë një garë krejtësisht demokratike brenda mureve të kuvendit, i tham që nominojeni, por Lidhja Demokratike është një organizat për brenda jashtëzakonisht jo unike. Dhe ne besonim që ata nuk i kanë. Nuk i kanë ta kishin mbështet Vjosa Osmani nëse nuk ishte që në vend të zotit Konjufca të direkt vetëvendosja kishte thënë që në rregull ne vazhdojmë ta mbështesim edhe për një mandat zonjën Osmani. Por zonja Osmani nuk nominoi nga Lidhja Demokratike, sepse zoti Kurti me zotin Abdulxhiku kanë bërë biseda intenzive për gjatë 2 muajve rresht. Do të thonë as nuk ka ardhur shprehje që mbështetet edhe si propozime për të votuar, atë kam ide. Sigurisht me ftesën tuaj që ka marrë sot në Shkup, dhe zoti Kurti ka bërë ftesë, ju lutem, ma thoni emrin, që të 2 partive. Madje zoti Kurti ka qenë atë gjeneroz, sa i ka thënë që të 2 krerëve të partive opozitare, zotit Hamza dhe zotit Abdulxhiku, a doni filanin Fistekun, cilët janë emra të cilët afiliohen me partitë e tyre. Asnjëri prej tyre, kjo është çudia në vete, asnjëri prej tyre, brenda 2 muaj intensivisht, negociata nuk kanë pasur guxim politik ta përmendë një emër të përveçëm. As zoti Abdulxhiku në asnjë rrethon nuk e ka përmend zonjën Osmani. Vetëm kur është pa që kuvendi nuk po arrin me zgjedh presidentin, ai ka thënë që ne i kemi 15 nënshkrime pa emër, i ka vendosur para kamerave nënshkrimet për një kandidat për president fiktiv.
imagjinar, por jo me emër të përveçëm Vigani ose Mefaili. Dhe në këtë rast, ne jemi detyru ta tërheqim, kemi bërë edhe një kompromis në orët e fundit. Kemi thënë, vendoseni këtë të doni, sepse me ta i bënim 80 deputet potencialisht në LDK. Dhe ju thamë, vendoseni edhe një emër, po tërhiqet kandidatja e dytë e nominuar, që ka qenë edhe deputete ish Partisë Demokratike, zonja Hatixhe Hoxha, dhe zonja Rushiti një emër që thash është ndërkombëtarisht prestigjioz, dhe jo vetëm për brenda. Dhe ata thanë, jo, mund të jetë, Abdigjiku doli në konferencë për shtyp, tha mund të jetë edhe zonja Osmani, por nuk e thoshte në asnjë rast që është zonja Osmani. Ne i thamë, okej, a doni ish ministrat LDK-s, a doni njerëz të cilët janë të afiliuar me LDK-n, përmendën një emër, por jo nga radhët e deputetëve aktual, sepse ne donim një president konsensual. Se dështoj plani A me zotin Konjufsa, tani kemi zonjën Rushiti në garë. Nuk e donin dhe u bën blok për ta quar Kosovën në zgjedhje dhe vetëm fal tyre Kosova në fillim të muajit qershor po i drejtohet kutive edhe një herë. Do të flasim më konkretisht rreth krizës edhe kështu me radhë, po dua një përgjigje më konkrete nëse ka mundësi edhe më shkurt. Pse për vetvendosin këtë periudhë është i rëndësishme pozita e presidentit, duke sakrifikuar edhe kryetarin e kuvendit, ku nëse i marrin parasysh kompetencat e të dy pozitave, kryetari i kuvendit ka më shumë pozita, më shumë kompetenca, më shumë ingerenca për krijimin e politikave të brendshme se sa vetë presidenti, që më shumë besoj lart e poshtë janë me kompetenca të njëjta si edhe në Maqedoni, më shumë si përfaqësues të shtetit. Ne jemi republikë parlamentare, sikurse edhe Maqedonia, pavarësisht që në Maqedoni presidenti zgjidhet drejt për drejt nga populli. Duke qenë se në Kosovë zgjidhen nga kuvendi dhe gjitha pushtetet burojnë nga kuvendi në Republikën e Kosovës, atëherë ne ofruam si kompromis politik kryetarin e kuvendit. Pse është i rëndësishëm presidenti, po tash përgjigjem konkretisht. Pse është i rëndësishëm? Për vetvendosin. Po ne nuk e kërkuam për vete. Ne herën e parë nominuam zotin Konjufsa, vetëm natën e fundit. Me 4 mars është nominu zoti Konjufsa, afati ishte i parë me 5 mars. Mbrëmjen e 5 dhe 6 marsit, ne i dham zotin Konjufsa vetëm si last resort që thuhet, vetëm si ofertë të fundit. Dhe njeriu që ka 320.000 vota afërsisht, që ka vota trefishin e Hamzës dhe Abdigjikut, e lere më Haradinajt, se ka vetëm 20.000 vota zoti Haradinaj. Por ne i tham që kur staje populli, staje pas parlamenti. Nuk e doni Konjufsën, po ja japim zonjën Rushiti herën e dytë. Nuk e deshën, ne nuk kemi tentu të imponojmë kandidat monopartiak. Kemi kërku çdo herë nga Lidhja Demokratike dhe Partia Demokratike që të propozojnë emra. Nuk e kam bërë, por konsensusi këtu flen lepuri që thuhet. Lepuri flinte të Lidhja Demokratike e Kosovës dhe të Partia Demokratike që nuk merrnin guximin politik të propozonin një emër dhe donin blanko edhe në shkrimet, por edhe votimin për to. Po nuk mund të bëhet kështu. Unë mund të, sikur se të vija në emision dhe t'i kërkoja pyetjet për juve. Nuk është etike as gazetarisht, as politikisht. T'i ndronim rolet, sepse atëherë do t'ishte interviste dirigjume dhe sponsorizume, dhe unë nuk e bëj këtë se jam dashamir i medjave për 20 vjetë me radhë, dhe kështu që në këtë rast do t'ishte jo etike. Dhe ata e donin kështu, që ne e propozuam zonjën Rushiti, nuk vendosëm asnjë. Zonja Rushiti nuk kishte lidhje me vetëvendosjen. Bile madje, zonja Vlora Çtaku dhe zonja Hykmete Bajrami, cilat janë 2 deputete të Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, kanë 10 postime në Facebookat e tyre, nëse hyni i shikoni sa krenar janë me punën e zonjës Rushiti ndër vite. Dhe kur erdh emri i zonjës Rushiti, zonja Çtaku bënte thirrje zonjës Rushiti të rrequr nga gara se të ka manipulu Albin Kurti. Kjo është histerike, telepatike, është tepër hipokrizi e madhe dhe ata u vunë vetëm për ta ndryshuar rezultatin e 28 dhjetorit që është. Dhe këtu është qëllimi, këtu flen lepuri, që ata duan që ta rrëzojnë zotin Kurti me mjete jo demokratike dhe shantazhi që kanë bërë me emrin e presidentit është i tillë që zoti Kurti të drejtohet zgjedhjet me besimin e tyre ndoshta naiv që zoti Kurti nuk do të marrë 51% në zgjedhjet e qershorit, sepse tani kemi 45 ditë përpara për të caktuar sot, besoj ose nesër më zvoni zonja Axhiu do ta caktoj datën e zgjedhjeve të reja, por fillimi ose mesi i qershorit është tavani kohor kur do të mund të drejtohemi kutive si Kosovë, dhe në këtë rast nuk është zoti Mefail.
Vetëvendosja nuk ka qenë asnjë moment të interesuar për postin e presidentit, sepse posti i presidentit është pushtet neutral, nuk është pushtet ekzekutiv. Ne kemi qeverinë, ne nuk mund ta ndryshojmë vullnetin e popullit. Ne kemi 66 deputet, 57 vetëvendosja dhe 9 minoritetet jo serbe që janë bosnjakët, romët, ashkalin, turqit edhe të tjerët, dhe një deputet serb i cili nuk është me listën serbe. Dhe ne nuk mund ta ndryshojmë vullnetin e popullit. Ata kanë problem me popullin, ne jemi dashamirës ndaj popullit. Dhe në fund për si tezë, kush përfiton nga kriza politike në Kosovë? Sepse, themi realisht, kjo krizë politike, unë të paktën ashtu e quaj, se për momentin për shembull të vish në një situatë kur brenda një nate nuk ke president, ke kuvend të shpërbar, një kuvend i cili nuk ka kompetenca. Dhe kemi qeverinë në detyrë. Ashtu, një qeverinë në detyrë dhe një kuvend i cili si shtet parlamentar nuk mund të bëj asgjë më shumë se përveç se të mblidhet në raste krizash, luftrash dhe gjendje të jashtëzakonshme. Kush përfiton nga gjithë kjo situatë që të ketë një shtet pa institucione të plota funksionale? Unë mendoj që opozita ka bërë pazar pa hanxhiun, sepse ka llogarit që do ta dërmoj elektoralisht zotin Kurti, por kjo do t'ju del si me thonë, dardhë me besht në qershor, sepse ata kanë mendu që me rëzimin e qeverisë Kurti, sepse nuk është hera parë. Ju e dini faktorët e huaj edhe në vitin 2020, ata e rëzuan mendimin e faktorëve cilët nuk janë. Dhe këta janë bërë blok për të mos e leju zotin Kurti, sepse këta kanë mlef me popullin. Pse populli po e 51%? Afërsisht gjys milioni vota, për 10-15.000 vota, flasim për 500.000 vota, dhe të cilët mendojnë që populli po gamon rregullisht pse po voton Kurti, po këta nuk mund ta bindin popullin me kësi blokada. Dhe tash ne jemi rob të një konvencioni për cilin unë mund të flas edhe akademikisht, edhe politikisht, sepse kushtetuta jon, më saktësisht gjykata jon kushtetuese e interpreton shumicën e dyfisht që është 80 vota për ta zgjedhur presidentin. Kjo është një letargji, do të thoja, kushtetuese, sepse është bërë kështu. Se nuk është pushtet ekzekutiv, është pushtet neutral, që ndron balancë, është përfaqësuesi i unitetit popullit, ka të drejtën e përfaqësimit të Kosovës në marrëdhënie ndërkombëtare, është komandanti i forcave të armatosura dhe ka kryesisht kompetenca honorifike. Më shumë për përfaqësim diplomatik, nëse mund ta. I emëron dhe shkarkon ambasadorët dhe ka disa kompetenca në emërim të drejtorit të agjencisë për inteligjencë të Kosovës dhe komandantin e ushtrisë Kosovës. Ingerenca për ndryshimin në gjykatën në gjyqësor, gjykatën Jo, vetëm i dekreton sepse te ne edhe Këshilli Prokurorial edhe Këshilli Gjyqësor janë institucione të pavarura, ata e bëjnë ata e bëjnë screeningun dhe emrimin e gjyqtarëve, vetëm dekretin e bën shefi i shtetit, që është prapë, po them, një pushtet honorifik, krejtësisht ceremonial, dhe nuk është ndërhyrës ekzekutiv, sepse ekzekutivi mund të parandaloj, mund ndërhyjë dhe mund të mos lejoj të ndodhë një votim, ndërkohë që s'ka tagra presidenti i Republikës, po ka kryesisht pushtet honorifik, është si një lloj noteri i cili vërteton gjendjen faktike. Pak më shumë kompetenca se sa presidenti në Maqedoni, më thonë, gati është sipërfaqësisht, një pozitë sipërfaqësore. Këtu legitimiteti bëron nga populli, po pavarësisht të kushtetutës i cili përcakton disa modalitete tjera, por Republika Parlamentare presidenti është neutral. Dhe për herë të parë, duhet thënë, në 27 vite të lirisë Kosovës dhe 18 vite të pavarësisë së Kosovës, Kosova po shkon në zgjedhje parlamentare për shkak mungesës së zgjedhjes presidentit. Dhe marazi Smira dhe mlefi që e kanë ndaj zotit Kurti, po kryesisht ky maraz bëron nga popullit, sepse e dini raportin e Abrahamit me Cezarit, thotë çka ta ka dhënë Zoti, ta ka dhënë, çka ja jep Cezarit, ja jep punë. Domethënë kjo është diçka që bëron edhe nga librat e shenjtë, nga feta abrahamike. Kështu që ata e kanë me popullin. Populli s'ua ka dhënë me 28 dhjetor, siç nuk do t'ua jep pas qershor, sepse kryeministri Kurti ka forca të jashtme dhe të brendshme të cilat janë në blok të përbashkuara mos me leju me qeverisë Kurti, i cili pastaj, si ka mundësi me i thonë zotit Kurti opozita që o diktator për donë me i marë krejt pozitat, kur zotit Kurti u a ka dhenë në pjatë emrin e presidentit, u a ka dhenë edhe kryetarin e kuvendit, u a ka dhenë 5 ministri lidhës demokratike të Kosovës. Nuk e duan,
sepse ata duhet ta tregojnë të vërtetën dhe dhe a din çka thonë Lidhja Demokratike? Thonë ne jemi parti shtetëformuese, përmendin presidentin Rugova rregullisht. Dhe shumica e tyre cilët janë në krye të Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk e kanë takuar zotin Rugova kurrë. Por, në rregull, kjo është punë e biologjisë, kanë lind më vonë. Por, Lidhja Demokratike për shikuesin shqiptar të Maqedonisë Veriut nuk fiton zgjedhje nga viti 2004. Dhe çdo herë është bërë kazus për ndërhyrë në situata tilla, siç ka ndodhur me trajektorën e Grenellit në vitin 2020 kur e prishi qeverisin Kurti Ne, tani më u bë sebeb gjithashtu për të çuar Kosovën në zgjedhje. Ndërkohë që Partia Demokratike e Kosovës, krerët e saj, dhe duhet thënë për opinionin tuaj, Partia Demokratike nuk e din kënë e ka kryetar, i ka 4-5 kryetar, i ka ata në Hagë, cilët padrejtisht po mbahen nga gjykata e specializuar dhe urojmë në papajësinë e tyre, sepse shumë shpejt do të pritet vendimi i tyre. I ka edhe disa organika të brendshme dhe ka disa struktura të brendshme, nuk e din ai ka 3 kryetar, ai ka 4 kryetar dhe nuk ka një epicentër me cilën ti mundesh me bisedu. As me zotin Hamza, pastaj është indikuar nga disa faktorë të brendshëm, janë 2-3 rrymë brenda grupit parlamentar. Gjithashtu edhe në Lidhjen Demokratike janë 2-3 rryma, nuk janë parti të cilat kanë një mendje dhe një kokë. Ndërkohë që lëvizja vetëvendosje është unike për sa i takon konsensusit të brendshëm dhe ne kemi partner të koalicionit, e kemi Alternativën, e kemi Listën Guxo, e kemi Pakicat, ku ne arrim konsensus, ka debata me orë tona, grupin parlamentar, edhe me zotin Kurti, edhe me zonjën Haxhiu, sekretare kuvendit për me arrit çka me bo më të mirë. Ndërkohë që këtu kemi, thash, kryesisht një mlef dhe një maraz, që ata e kanë me popullin sepse ai s'po ja u jep legitimitetin. Sa e kuptova përgjigjen tuaj për atë se kush përfiton nga kriza është ta synojnë vetëm rrëzimin e zotit Kurti. Ata tentojnë me përfitu nga kjo krizë. Askush nuk do të përfitojë, nëse sipas mendimit tuaj përsëri vetëvendosja. Sigurisht ne do ta fitojmë mazhorancën padyshim në qershor. Tash po me çfarë shifra dhe me çfarë numri të deputetëve ato do të mbledhet ta shohim, mos ta periodikojmë. Mirë, po hajde, nëse kështu i përgjigjemi kësaj pyetje se kush do të përfitojë. Atëherë, cilat janë pasojat e një krize të tillë politike kur asnjë institucion i shtetit nuk do të jetë funksional, nuk mund të flasësh për investime kapitale, nuk mund të flitet edhe të punohet për tërheqjen e investitorëve tuaj, nuk mund të planifikohen projekte jetike të rëndësishme për shtetin, për qytetarët edhe kështu me radhë. Të paktën për 2 muaj ose 3 muaj të ardhshëm, varet nga dinamika e zgjedhjeve dhe më pas edhe certifikimi i rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, besohet që afërsisht deri në fundin e qershorit ne nuk do të kemi kuvend dhe më pas edhe qeveria me automatizëm nga dita e djeshme ka kaluar në qeverinë e detyrë. Dhe sipas ligjit për qeverinë të Republikës Kosovës ajo nuk mund të ndërmarrë asnjë iniciativë ligjore dhe nuk mund të bëj propozim ligje, sepse kuvendi në këtë rast është inekzistent, siç e thatë ju, vetëm në situata larg qoftë një situatë të jashtëzakonshme gjendje lufte ose ngjashëm. Dhe nuk kemi drejt me umbledh, sepse de jure konsiderohemi si të shpërndarë. Fatkeqësi për qytetarin e Republikës Kosovës që po na ndodhin të 5 palë zgjedhje brenda afërsisht 18 muajsh, kishim 2 cikle zgjedhore vitin e kaluar të përfshirë zgjedhjet lokale, nga shkurti i vitit kaluar, domethënë jemi 15 muaj nga shkurti i vitit 2025, ne po hymë në ciklin e 5 zgjedhor. Dhe për një shtet të ri, si Kosova, përveç kostos që shteti do t'i kushtojnë afërsisht 10 milion euro zgjedhjet parlamentare, ne nuk do të kemi mundësi që të bëjmë projekte kapitale dhe privohemi nga e drejta e marrjes së fondeve nga Bashkimi Evropian, sepse me një qeveri në detyrë edhe bota demokratike thotë që të presim të rilegjitimohet një qeveri e re kur të bashkëpunojmë. Ne pavarësisht dinamikës së shtume në kuvendin e Kosovës për 77 ditë sa ishim në detyrë nga 11 shkurti deri parëmbrëm, ne kemi miratu një vistër ose një numër të konsiderueshëm të marrëveshjeve ndërkombëtare, ashtu është plani rritjes diku afërsisht 1 miliard euro, të cilat janë pare si donacion ose një pjesë e tymën edhe pare ose mjetet të cilat merren me kredit të buta, me interes të butë,
Por megjithatë ne kemi hyrë në një cikël fatkeq, ndoshta për popullin e Kosovës, më tepër se sa për partitë politike, sepse nuk ka, opozita 2 net e fundit e bllokoi edhe fondin prej 200 milion eurosh, cilën Ministria e Financave donte të ndërhynte në shtet për ballafaqimin me inflacionin pas luftës në xhirin persik dhe sidomos në kushte të ndjera, siç edhe ju ballafaqoheni këtu me rritjen e çmimeve dhe me rritjen e çmimit kryesisht të karburantit, por edhe të gjërave elementare. Ne miratuam një ligj për çmime tavan për kushtet e destabilizimit të çmimeve të tregut në Kosovë dhe tash po synojmë që tash efektivisht ne deri në fundin e muajit qershor nuk mund të ndërmarrim asnjë iniciativë ligjore në mënyrë që populli i Kosovës të ketë të përballet më lehtë me kushtet e çmimeve, të cilat janë krejtësisht destabilizuar në një treg për shkak të faktorëve të jashtëm, jo për shkak të ndërhyrjes së shtetit në çmimet e tregut vendas, por për shkak të faktorëve të jashtëm dhe thash lufta në xhirin persik ka shkaktuar gjithandej Evropës dhe janë prej vitit 2022 çmimet më të larta në tregun e Kosovës dhe të Maqedonisë Veriut dhe gjithandej Ballkanit, por edhe Evropës, dhe këto statistika po japin institute ndërkombëtare, dhe ne po hymë në një cikël zgjedhore, në një cikël të ri zgjedhor të panevojshëm, krejtësisht të evitueshëm, dhe kemi bërë vëmësisht të ditur. Brenda 2 muajve deri në parmbrëm kemi bërë të ditur që nuk duam zgjedhje. Nëse doni me na çunë zgjedhje, ne nuk përtojmë dhe nuk po i friksohemi zgjedhjeve, por nuk i duam zgjedhjet. Na lejoni të qeverisim, hajde bashkë qeverisim, nuk donin. Hajde merreni presidentin me një figurë jo politike, qoftë nga PDK, qoftë nga LDK, me drejtën e propozimit të tyre nuk e deshën dhe u betonizuan, sepse sqarova konsensusin automatik edhe në shoqëri edhe në spektrin politik e formonte me automatizëm vetëm familja Jashari, ata nuk deshën të përfshihen aktivisht. Profesor Murat Jashari është ai cili djali i tribunit, gjithashtu Rifat Jashari, i cili refuzoi, është një kolegi im në Universitetin e Prishtinës, i cili refuzoi postën e presidentit, për cilin prodhoi konsensus automatik, ndërkohë që ne u afruam. Merreni, nuk e dëshën, duam zgjedhje. Zgjedhje dëshën, zgjedhje udham. Duke marrë parasysh dy çështje janë për mendimin tim me rëndësi që duhet t'i dinë qytetarët edhe të Kosovës edhe të rajonit. Flas gjithmonë qytetarët shqiptarë. Sa do tjetë kostoja e zgjedhjeve duke marrë parasysh se ka një shifër, sa do shpenzoi Komisioni Qendror i zgjedhjeve në Kosovë për zgjedhjet parlamentare, por tash edhe për zgjedhjet presidenciale, të cilat do të jenë të parat prej pavarësinë e Kosovës që do zgjidhet presidenti në votën e qytetarit, votën e popullit. Jo, në kuvendi, prapë, sepse nuk ka ndryshim. Kushtetuta e Kosovës e përcakton që presidenti zgjidhet nga kuvendi, jo nga populli. A nuk ka opsion vendoset pas dështimit në kuvend në... Jo, nuk ka plan B, sepse ju e dini që sipas kushtetutës së vitit 2008, e cila ka shpall pavarësinë, cila është atëherë esenca që opozita e çon shkon zgjedhje parlamentare, a ka opsion që në njëra prej partive politike të fitoj 8 vjet deputet dhe kështu ta zgjedhë edhe atë dhe deputet janë mbi 2/3 e kuvendit dhe... Po, kuvendi i Kosovës i ka 100 zëtulse, prej cilave 20 janë të rezervume. Partisë shqiptare garojnë për 100 ulse. Janë 10 vendet garantume për serbët dhe 10 për jo serbët. Komunitetet jo shumisi që quajmë dhe ne garojnë për 100 vende. Dhe ne kemi fitu 57 nga 100, sepse garojnë për 100 vende. 100 zëtulse i ka kuvendi, ne partisë shqiptare garojnë për 100 ulse. 20 janë të rezervume. Ato janë blokume me kushtetutën dhe me planin e Ahtisarit. Dhe ne e kemi marrë 57. Nuk i synojmë të marrim 80, as 70, ne synojmë të mirëmbajmë rezultatin që kishim në 28 dhjetor ose të arrisim. Prap do duhet konsensus. Zoti Kurti ua ka bërë të qartë. Nëse nuk e zgjedhim presidentin tani, do duhet ciklikisht të shkojmë në 2 parë zgjedhje, në qershor dhe në tetor. E janë ta zgjedhim tash, me një figurë jo politike. Nuk e dëshën, duan zgjedhje, duan ta ulin kryeministrin Kurti tek populli, por nuk do t'ja dalin.
Kryeministri Kurti veç që do të arrit Sa do të jetë popularitetin kosti e tij. për këtë zgjedhje? Unë e thash më herët që kostoja Duke pas afirmative, parasysh domethënë edhe sa ka shpenzuar shteti në zgjedhjet e 10 fundit. milion euro i harxhon vetëm buxheti i shtetit, respektivisht KQZ-ja, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vetëm për organizimin e tyre. Ndërkohë që partitë politike pastaj kandidatët vetanak harxojnë më shumë. Por KQZ-ja, shteti harxhon burimet e veta drejt për drejt 10 milion euro vetëm për organizimin e zgjedhjeve. Nëse tash po ju pyes një pyetje hipotetike. Mirë po, do të jetë interesant të dëgjojmë një përgjigje më konkrete. Kush do të jetë pas supozojmë vetëvendosja i fiton zgjedhjet. Jo të kryer e keni do t'i fitoj. Unë veç mund të supozoj, nuk guxoj si gazetar, po. Atëherë kush do të jetë kandidati i përshtatshëm i vetëvendosjes për president? Ne nuk e kemi vendosur sepse vetëm parmbrëm është shpërndar kuvendi në mesnatë. Dje ishte dita e parë pa kuvend, kështu që ne tani po presim zonjën ushtruese detyrës presidentit zonjën Haxhiu ta caktoj datën e zgjedhjeve dhe në këtë rast ajo do ta marrë këtë vendim më së voni nesër pas nesër dhe pastaj ne do të futemi dhe këtë rast afatet janë të shkurtuara me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, kur ka zgjedhje të jashtëzakonshme fushata është vetëm 10 ditë, por fushata do të fillojë edhe pa e deklaruar. Atëherë kandidat për kryeministër sigurisht që do të jetë kryetari i lëvizjes vetëvendosje dhe tashmë 3 herë kryeministri i Kosovës, zoti Albin Kurti, kryeministri më i mirë që e ka pas historia politike e Republikës Kosovës të 27 vite dhe kandidati për president do të vendoset në Këshillin e Përgjithshëm dhe do të vendoset sigurisht në bashkërendim me të gjithë. Këtë nuk mund t'u them sot kush është kandidati për kryeministër, por do të jetë, më falni, kandidati për president, sepse ne nuk garojmë për pozitën e presidentit, tash kuvendi e zgjedh. Por ajo çka do të jetë fatkeqësi që ne potencialisht do të mund të rrezikojmë të shkojmë prapë zgjedhje, sepse nuk do t'i kemi 80 vota në kuvend, por prapë do duhet një konsensus politik. A nuk është diskutuar gjithë kësaj periudhe kushtimisht ta them një krize të shkaktuar që të bëhet të ndryshohet kushtetuta dhe të zgjidhet presidenti me vullnetin e popullit dhe kështu në këtë rast nuk do të mund të shkaktohet, nuk mund të jetë pretekst për të shkaktuar kriza brenda shtetit. Ndoshta për sqarim të opinionit tuaj, por edhe juve personalisht zoti Mefail, kushtetuta e Kosovës fatkeqësisht ka ndryshimi i saj është relativisht i zërshëm, nuk është i pamundur, por është relativisht i zërshëm sepse i don për shkak të pakicave. Edhe për 2/3. Në shumicën e shteteve demokratike duhen mos pak 2/3 të votave për. Është ai instrumenti i Badinterit të vitit 1991 kur u shpërnda Jugosllavia ose u shpërbë Jugosllavia. Dhe 2/3 e shumicës së dy fesh, duhet shumica shqiptare, por duhet edhe pakica të japin. Dhe ne kemi minimum 10 vota prej pakicave që i bie 2/3 e tyre dhe ne kemi 2/3 edhe të atyre që i bie prej 20 deputetëve diku Jo, e kanë të veçantë, serbët të veçantë dhe pakicat e tjera. Të dy fesh të kanë edhe ata. Po themi që pakicat jo serbe. Shumë e koklavite, domethënë si sistem. Jo, tash më duhet akademikisht, me qenë se me vokacion jam edhe jurist edhe profesor i drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, atëherë më duhet, por kjo është aspekti teknik i çështjes, por edhe për shikuesit tuaj lajk. Sa më të thjesht të shpjegojmë qytetarëve, unë e kuptova. Do të thotë duhet për të ndryshuar kushtetuta në Kosovë, duhet mas pakti prej 100 deputetëve shqiptar. Të kenë Jo, për lehtë asaj. Jo, të mundojmë të Jo, prej 100 deputetëve shqiptar. Po prej 120-ve duhen 2/3 e të gjithëve. Pastaj sepse ne nuk kemi veto. Kjo vetoja është vetëm te pakicat. Shqiptarët nuk kanë veto. Shqiptarëve u kalkulohet prej 100 ulëseve totali, domethënë 2/3 e 120-ve bëjnë 80. Por duhet pëlqimi edhe i komiteteve jo shumicë 2/3. Dhe ne kemi instrumentin politik të Beogradit, të Vučićit, organizatën terroriste të tyre, politikisht terroriste po e quaj, që është lista srpska e cila nuk e jep për kiamet pëlqimin e saj për të ndryshuar kushtetuta. Dua ta shpjegoj pak më. Sepse ata intimidojnë popullatën serbe në Kosovë dhe i marrin votat vetëm me shantazh politik. Do të thotë do duhet kur themi 80 vota, këtë dua ta shpjegoj se siç i cekët duhet te badenteri dhe roli badenterit. Ne se quajmë badenter, por ky është instrumenti që ka lind pi badenterit. Që ka lind prej badenterit. Do të thotë
Nëse do duhet bëhen ndryshimet kushtetuese, do duhet të sigurohen 80 vota të gjithëve, por edhe 2/3 e serbëve. A dua ta them, domethënë njëherë do të sigurohen 80 vota, duhen 6. 80 vota dhe pastaj duhen plus 6 vota vetëm të deputetëve serb dhe 6 prej pakicave tjera që janë. Sakt. Por këta i marrim si të mërqenë sepse këta shkojnë me shumicën, deputetet e minoriteteve jo serbe, që janë bosnjakët, turqët, romët, ashkalinët, egjiptianët. Këta shkojnë me shumicën, këtu e marrin pëlqimin e tyre, se këta janë edhe partner koalicioni. Po shumica serbe e bllokon. Po, unë edhe ju mund ta kuptojmë, po këtë dua të thotë që për ndryshime kushtetuese do të kesh minimum 6 vota të serbëve. Vetëm të listës serbe. Po, të partive të cilat përfaqësohen nga lista serbe. Nga serbë, sepse ne kemi 10 deputet i ka komuniteti serb, 9 i ka lista serbke dhe 1 deputet serb është që është antidoti i serbskës, është partneri koalicionit me ne. Një parti tjetër gjithçka varet prej atyre 10 deputetëve ose 9-8 sado që të jenë nesër në Po 10 i kanë të rezervuar, aty garojnë mbi 10 parti, po ata i kanë 10 vende të rezervuar. Prandaj desha kështu ata garojnë për ato 10. Këto që të jetë më qartë për 6 vota, duhen 2/3 e 10-ve që ta japin pëlqimin. Aktualisht lista serbe i ka 9 deputet dhe thash në këtë situatë që ne nuk bashkëpunojmë me ta politikisht për shkak se mbrapa sulmit terrorist në Banjsk qëndron pikërisht lideri i tyre shpirtëror, terroristi Radojčić. Se mund të ketë ndonjëherë vullnet tek deputetët serb, tek deputetët e partive politike serbe që të ndryshohet kushtetuta e Kosovës në të mirë të shtetit dhe në këtë rast për shembull, për mendimin tim do të ishte e mirë që presidenti zgjidhet prej popullit. Flas për mendimin tim nga perspektiva aktuale, nuk dua. Pas sulmeve terroriste në Banjska, të cilat tashmë kanë gjykim dënues me burgim të përjetshëm 2 organizatorë dhe ekzekutues të sulmeve të Beogradit në sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, atëherë kemi një gjykim dënues javën e kaluar kur 2 edhe organizatorë por edhe ekzekutues i janë dënuar me burg përjetshëm, ndërkohë që krye ose mastermindi i tyre Radojčić ndodhet si i ikur në Serbi, pa e dorëzuar Radojčićin Serbia në Kosovë që të përgjigjet për humbjen e jetës së herojit tashmë Afrim Bojnjaku, rreshterit policor të Republikës Kosovës, i cili në 2 luftim me banda terroriste të Vučićit ka humbur jetën dhe ka bërë agresion dhe sulm terrorizëm ndaj integritetit territorial të Republikës Kosovës, që është një ndër aktet më të rënda, sepse në jurisprudencë nuk ka gjë më të rëndë se sa humbja jetës njeriut dhe agresioni terrorizëm ndaj integritetit dhe sovranitetit territorial të shtetit. Dhe në këtë rast, gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti Special tashmë e ka shqiptuar në shkallë të parë dënimin me burgim të përjetshëm për 2 prej tyre të cilët janë të arrestuar dhe do të vuajnë dënimin deri në fund të jetës së tyre, sapo të bëhet i plotfuqishëm, dhe 1 prej tyre është dënuar 30 vjet dhe janë mbi 10 sosh të cilët ndodhen, por thash mastermindi i tyre ndodhen në Serbi. Urdhër mosi dhe ekzekutuesi urdhrave të Vučićit. Që shumë shpejt do të jenë e shoh relativisht pamundur këtë. Të pamundur. Nuk është e pamundur kështu ligjërisht, por e pamundur politikisht. Sepse ne si vetëvendosje nuk bashkëpunojmë me listën serbska, sepse ajo ka kryer agresion dhe ka vrarë policën në detyrë të Kosovës. Duke pas parasysh që koha na kaloi shumë shpejt, mendova që të flasim më shumë tema, megjithatë biseda interesante dhe prandaj na u duk që kaloi koha shumë shpejt. Kjo gjë e mirë kur kalon. Është gjë e mirë. Por dua për në fund edhe dy çështje shkurt ti trajtojmë. Njëra tjetë një si përmbyllje për temën e presidentit dhe krizës në Kosovë. Si mendoni se do të jenë fushata në Kosovë në rast parë, a do të ketë koalicion, a pritet që të ketë koalicionime brenda partive opozitare për t'i bërë ballë më shumë vetëvendosjes, mos ta arrijë përsëri atë 51% ose numrin e votave të zgjedhjeve të kaluara, dhe e dyta, do të ketë partner koalicioni vetëvendosin këto zgjedhje? Po nisem nga kjo e para që e thatë, ne urojmë që ata të bëjmë bashkë, dhe t'i dalin në mejdan zotit Kurti, po do t'i mund të gjithë bashkë, edhe PDK-n, LDK-n dhe AK-n. Nuk jam i sigurt që ata do të bëjmë bashkë, sepse ata bëjmë bashkë vetëm
në luftë ndaj Kurtit në parlament, por kështu ata nuk kanë asgjë të përbashkët. Sepse ka qeverisë tradicionalisht LDK PDK bashkë dhe sa fillon fushata zgjedhore ata LDK të paktën viktimizohet dhe akuzon për vrasje politike Partinë Demokratike të Kosovës dhe kështu ka ndodhur që nga viti 2010 kur ata kanë filluar bashkëqeverisjen deri në vitin 2019 kur LDK ka kalu me se thash, LDK fatkeqësisht nuk fiton zgjedhje nga viti 2004, kur ishte presidenti Rugova gjallë. Ai vdes në 2006, pastaj ata më nuk fituan asnjëherë zgjedhje dhe do duhej. Le të bëhen bashkë, unë kam dëshirë të shoh bashkë, ndoshta është pak e habitshme çka ata do t'i thonë publikut, sepse akuzat për vrasje nuk di si çfarë alibie do të përdorin, por vetëvendosja në anën tjetër ka partnerët e saj, Partinë Guxha që udhëhiqet nga zonja Donika Gërvalla dhe nga zonja Mimoza Kusari, cila udhëhiq një parti që quhet Alternativa, dhe ne do t'jemi vetëm si subjekt politik lëvizja vetëvendosje, edhe ashtu kemi qenë 90 orë dhe tani vetë. Kemi partner të vegjël të koalicionit, të cilët në kuadër të listës tonë garojnë me një numër të caktuar të deputetëve, pastaj varësisht nga rezultati e marrin edhe nga një portofolio ministrore në qeveri. A pritet të jetë diaspora pjesë e zgjedhjeve pak në mënyrë më masive këtë rast, ose si ta menaxhoni, si të punoni këtë periudhë, pasi që është në fund të qershorit pritet që të jenë zgjedhjet? Jo fundi, do të jenë fillimi ose mesi qershorit. Sepse afati kushtetues është i tillë. 45 ditë nga parmbrëm i bie 7 qershorit jetë data më e mundshme e zgjedhjeve, 7 qershori. A pritet këtë mobilizim të diasporës? Ne urojmë që ata ta japin kontributin e tyre për Kosovën dhe për ecjen përpara të Republikës së tyre, të dhjetë të tyre, siç e kanë bërë me 28 dhjetor, kur në një pjesëmarrje plebiscitare kanë ardhur afërsisht edhe në Kosovë, por edhe kanë votuar në përfaqësitë diplomatike të Kosovës në vendet ku ata jetojnë gjithandej botës, diku 150.000 qytetarë jo rezident Kosovës, atë dheu i cilëve është, por janë shtetas dhe kanë të drejtë vote. Sipas ne i ftojmë këtë rast që të jenë sa më masivisht në Kosovë, qoftë përmes votimeve në përfaqësitë diplomatike dhe mënyrës së dytë përmes votës me postë. Përveç diasporës që ne realisht diaspora llogaritet çdo shteta si Kosovës që jeton jashtë Kosovës, por llogaritet ato që jetojnë në Evropë ose po duke nisur nga Kroacia edhe më lart. Mirë, po si do të ndikohet gjithë kjo situatë tek shqiptarët që janë në rajon, sidomos ato që jetojnë në Maqedoninë e Veriut, në Preshев, në Malzi, në shtetet me të cilat kufizohet edhe Shqipëri, kjo Kosova, por po ashtu edhe si do të ndikojtë ato qytetarë të Kosovës që kanë shtetësi të dyfishme dhe jetojnë jashtë kufive të Kosovës tek këto shtete fqinja, gjithmonë flas. Maqedoni, Shqipëri, Malzi, Preshев e kështu me radhë. Duke qenë se një pjesë e trungut të shqiptarëve të Maqedonisë buron nga Kosova qoftë në vit parë, qoftë në vit të dytë, të trashëgimisë për shkak të lidhjeve të pashkëputshme ndër shekuj, sepse jemi një popull, një trung, një ADN, por po them në kuptim tash juridik të fjalës, duke qenë në shtetas ose jo të Kosovës, një pjesë e madhe e qytetit të Shkupit buron nga Kosova, me shqiptarë nga origjinë nga Kosova ose me lidhje, thash, qoftë direkt, qoftë të tërthartë, kanë marrë pjesë në zgjedhjet e 28 dhjetorit, besoj që do të marrin pjesë. Edhe në këto zgjedhje kanë edhe ambasadën e Republikës Kosovës në Shkup, ku mund të marrin pjesë nëse nuk arrin të vinë në Kosovë fizikisht. Nuk besoj që do arrin, kush do që të ketë dëshirë se shumë afër, po për çdo vikend vihet për një kafe. Sidomos komunat e para fqinje që është Kaçaniku, Elezhani, Ferizaj, Vitia, Gjilani. Por edhe ata nëse kanë vetbanimin Kosovë të regjistruar në Gjakovë ose Prizren që mund t'u merr, po themi, një ditë ose në Mitrovic. Çdo fundjavë po dilet për një drekë për një kafe, jo për. E vërtet, unë jam nga qyteti i Ferizajt dhe cila do të jetë strategjia juaj për të përfituar këtë? Është ndërru, tash po them pak ndoshta jo politike, por nëse para 20 viteve ne vinim në Shkup për një shopping, për një vizitë, tani me shqiptarët e Maqedonisë vije në Kosovë rregullisht çdo vikend, madje për befasi edhe qytetarët Maqedonës vinë në Kosovë, ka ndryshuar Kosova në mënyrë pozitive. Ne do e lidhim që shqiptarët edhe këtu, edhe në rajon, edhe ata në luginën e Preshevës, por edhe në Shqipëri, në Malzi gjithandej,
që të vijnë sa më masivisht, që ta respektojnë demokracinë e Kosovës dhe të japin edhe një plebiscit tjetër kryeministit Kurti dhe lëvizjes vetëvendosje, sepse është pa që këta opozitarët tanë të pandrejtshëm nuk duan ta lejojnë kryeministin Kurti të qeverisë, nuk duan as të japin Kosovës president, dhe ne shkuam në zgjedhje, ose po shkojmë në qershor në zgjedhje, vetëm fal kokëforcisë dhe kryenërësisë opozitës, e cila nuk don me leju. Ne po themi ua kemi dhënë atyre presidencën me një kandidat jo politik që nuk vije nga entourazhi i tyre, jo një person, por ka njerëz ata. Mbi 70%, 80% e antarëve të Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës janë njerëz të cilët kanë qenë o ish ministra ose profesorati i afiliuar me PDK-n dhe LDK-n. Asnjë profesor i cili është antar i Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës nuk është i afiliuar me vetëvendosjen. Po ata i kanë pas ish ministra i zyrtar të lartë shtetëror dhe nuk duan. Synimi i tyre i parë është mos lejimi i Albin Kurtit për qeverisë me Kosovën, dhe ne i ftojmë shqiptarët, sidomos me qenë se sonte i jemi në Shkup këtu bashk, i ftojmë shqiptarët që sa më masivisht, nëse nuk kanë mundësi të vinë fizikisht, dhe tash do të kuptojnë kur është data e zgjedhjeve, që të votojnë në Kosovë, nëse nuk munden qoftë përmes postës, qoftë përmes ambasadës tonë në Shkup, dhe duam që t'i ftojmë të dalin sa më masivisht, jo për egon tonë politike, po për hir të demokracisë dhe të mirës që Kosova të përparojë sa më mirë, dhe duke qenë se jemi demokraci e re, jemi shumë vibrante, po kemi të lashe ndoshta konsolidim nga pak për të kriju institucione stabile, por kjo opozit nuk po e lejon. Ka një mleft pa shpjegueshëm, ndërkohë që e mbajnë mend para 10-15 viteve, këta qeverisnin pa problem bashk, nuk e merrnin këtë rezultat, por bëheshin bashk. Tash nuk po duan bashk me zotin Kurti, i cili edhe i ka eklipsuar dhe i mposh sa herë që vinë zgjedhjet. Le të presim, qershori është i afërt, një muaj e gjysmë, ka një shpejtun e zoti Qerolli, ju falenderoj shumë për kohën dhe prezencën tuaj. Shpresoj që të kemi hapësira edhe tjera që të bisedojmë bashkë dhe të flasim për zhvillimet më të fundit, si për Kosovën ashtu edhe për gjithë rajonin, dhe shpresoj që të jemi së shpejti në raste tjera. Me shumë kënaqësi, faleminderit për jush për ftesën dhe i përshëndes për zemërsisht gjithë shqiptarët e Maqedonisë, duke qenë se kam një anë personale, sepse kam qenë ndër gjenerat e para në Universitetin e Evropës Juglindore, kam studiu këtu, kam jetu 4 vite në Tetov, dhe Maqedoninë, shqiptarët e Maqedonisë i dua jashtëzakonisht shumë dhe i përshëndes të gjithë të njohurit dhe të panjohurit e mi. Faleminderit shumë, dhe sa juve shikues të nderuar, ju falenderoj që na ndoqët, ishim këtu pra me misafirin tonë nga Kosova, Vigan Qerolli, ish deputet ose deputet tashmë në detyrë, nëse mund ta quajmë ashtu, i lëvizjes vetëvendosje dhe antar i kryesisë kësaj partie. Biseduam për zhvillimet më të fundit në Kosovë dhe atë që pritet të ndodhë në Kosovë, ndërsa bashkë do shihemi në podiumin e radhës javën e ardhshme. Mirupafshim.